Në kuadër të manifestimit Tetovan Fest, u hap ekspozita fotografike Tetova në fokus, ku prezantuan punimet e fotografëve të talentuar nga Tetova. Përmes objektivit të tyre, vizitorët patën mundësinë të shohin bukuritë natyrore, trashëgiminë kulturore, arkitekturën, traditën dhe jetën e përditshme të qytetit. Fotografitë sollën këndvështrime artistike që pasqyrojnë identitetin dhe shpirtin e Tetovës, duke nxjerrë në pa vlera që bëjnë qytetin unik. Në vazhdimsi të këtyre aktiviteteve të cilët i organizon Komuna e Tetovës, Tetovan Fest, e kemi edhe ekspozitën me fotografi, të cilët fotografët e Tetovës kanë dërguar fotografi në emailët tona dhe do jenë pjesëmarrës në këtë ekspozitë. Pra, unë ju dëshiroj qytetarëve një verë të këndshme dhe sa më shumë të marrin pjesë në për këto aktivitetet të cilat i organizon Komuna e Tetovës, Tetovan Fest. Ekspozita u mirëprit nga dashamirësit e artit dhe qytetarët, të cilët vlerësuan punën dhe kreativitetin e autorëve. Ky aktivitet dëshmoi edhe një herë rëndësinë e fotografisë si një formë fuqishme dokumentimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore të Tetovës. Tetova në fokus shërbeu jo vetëm si një ekspozitë artistike, por dhe si një ftesë për të njohur dhe vlerësuar më shumë bukuritë dhe identitetin e qytetit përmes syrit krijues të fotografëve vendas. Zëvendës kryetari i Komunës së Tetovës, Albi Qamili, ndau mirënjohje për të gjithë fotografët pjesëmarrës në mesin e tyre dhe për kameramanin e televizionit Koha, Agon Ameti.